Luhatjet e ndjeshme të temperaturave gjatë ditëve të fundit kanë vënë në vështirësi kultivuesit e luleshtrydhës në zonën e Kafaraj në Fier. Për të dytin vit radhës, fermerët përballen me një pjekje të parakohshme të luleshtrydhëve, duke sjellë superprodhim, rënje të cilësisë dhe çmim të ulët në treg. Fermerët pohojnë një zërasi se kjo situatë i ka dëmtuar së tepërmi, pasi kjo është periudha kur presin të kenë pikun e prodhimit për të justifikuar mundin e gjithë vitit. Është i dytu i vit rresht që ne na dëmton kushtet atmosferike. Si vjet edhe si vjet, erat e ngrohta që fryton para 2 ditësh, 3 ditësh, edhe vjet në një kohë, na dëmtoi prodhimin e luleshtrydhës. Edhe na i poqi, na i pruri atë prodhim, tregu nuk ka për këtë superprodhim që doli tani, edhe jemi në kushte të vështira. 4 ditë po bën që fryti një jug edhe prodhimi u poq komplet. Edhe i ra edhe si cilësi edhe terak, po ra edhe çmimi. Nga 2600 lek që ka qenë, vajti 800 lek kilja. Të kemi pas një prodhim çik sasi shumë. Na kushtet atmosferike, na juga që fryti, erdhi me njëherë prodhimi. Tash paka shumë do vi në atë që duhet. Nga 2600 lek kilogrami që tregtoi disa ditë më parë, çmimi ka arritur në 800 lek të vjetra, duke u shkaktuar dëme të mëdha financiare. Kultivuesit e fermës më të madhe të luleshtrydhës në Shqipëri pohojnë gjithashtu se shteti në situata të tilla duhet të vinë në ndihmë me subvencione dhe në gjetjen e tregut, politika ndihmëse që nuk ju janë afruar asnjëherë. Ne kërkesat i kemi pasur gjithmonë, pa asnjë s'na ka përfitur për këtë. Vetëm subvencionimi që japin 200.000 lek për hektar. I mjaftueshëm? Jo, fare. Nuk është shumë mjaftueshëm se një hektar do të paktën 12.000 euro. Një hektar, vetëm fidanin, blerja. Ai që blihet me kurse ai që blihet me kubik, vete 3.400, 34.000 euro hektari. Aplikojmë, s'marim gjë duhet të kesh 1 hektar thotë. Po 2 dylym, aq e kam krabje no, për 2 dylym. S'mbaj as punëtor, as nuk më njeh vetëm mua, as naft, as edhe një gjë. Unë jam i njerëkës. Kush ka 1 hektar, do të që është i kamur, ai shikohet. Ne të varfrit shkelmin. Ndërkohë fermerët pohojnë se në zonë duhet të ketë edhe fabrika të përpunimit të luleshtrydhës, kërkesë e hershme e tyre, por që deri më sot ka rënë në vesh të shurdhër.